Përplasja mes ortakëve kryesor të aeroportit të Vlorës, Behxhet Pacolli dhe Valona Demi, mbajti të pezulluar për të dytën ditë radhazi punën në kantierin e projektit strategjik. Këto pamje tregojnë situatën e tensionuar të krijuar mëngjesin e së martës mes punonjësve të dy kompanive, ndërsa policia kishte shtuar ndjeshëm pranin për të shmangur për shkallëzime. Punëtorët e kompanive nënkontraktore të shoqërisë së Pacollit nuk u lejuan të hynë në kantier, nga siguria private e dyja grup duke çuar sërish në situatë bllokime. Shoqëria Magbo Construction SA, përmes një reagimi zyrtar, thotë se nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor që ndalon hyrjen e Magbos apo nënkontraktorëve të saj në kantier. Sipas kompanisë, vendimi gjyqësor i përmendur publikisht nga pala tjetër lidhet me pezullimin e përkohshëm të së drejtës së votës së Mapkos në shoqëri dhe aktualisht po shqyrtohet në gjykatën e lartë. Kompania që pretendon se zotëron 98% të kuotave të shoqërisë koncesionare Vlora International Airport Via dhe pretendon se ka investuar mbi 90 milion euro në projekt, kërkon nga autoritetet të ndërhyjnë dhe të shmangin atë që e cilëson vetgjyqësi. Përfaqësues të kompanive të nënkontraktuara thonë se dhe pak ditë punë kishin mbetur dhe punimet e terminalit do të dorëzoheshin të përfunduara. Nuk na ka lejuar që të hymë sepse thonë që kontrata i ka mbaru Mapkos me Vian dhe kanë problemet e tyre me njëri tjetrin. Kjo mendoj që nuk është arsye për të pezullu punimet, pasi e gjithë terminali për 4-5 ditë përfundon. Përplasja mes Behxhet Pacollit dhe Valona Demit nisi për aksionet dhe administrimin e vias dhe nga gjykatat konflikti tashmë ka zbritur në kantierin e aeroportit, punimet për të cilin janë shtyrë në vazhdimsi.